pjesë e procesit të zgjedhjes së presidentit apo të presidentes së Republikës. Kemi shprehur gatishmëri për të dhënë nënshkrimet për kandidatura që ta mund të kenë, si për LDK-n, si për PDK-n, për të përmbushur kriterin minimal për 30 nënshkrimeve. Sepse ne pa dyshim, e vërtet, ne kemi deputetët për të nënshkruar. Pjesë e procesit, por të bërë pjesë e procesit. Por ne të gjithë dim që Presidenti i Republikës në bazë të gjykimit të gjykatës kushtetuese, se çfarë mendojnë për atë gjykim të asaj kohe çështje tjetër, kërkohen të paktën 80 deputetë që si të marrin pjesë në procesin e votimit. Do të kemi 80 vota në kuti. Prandaj ne I kemi dhënë mundësi, kohë, nënshkrime opozitës për të bërë propozime, për të bërë pjesë e procesit dhe për të zgjedhur presidentin apo presidentin e Republikës dhe për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Para le dalin të thonë publikisht që ata nuk e dinë se çfarë po duan. Nuk bëjnë propozime, nuk japin nënshkrime, nuk pranojnë kandidat konsensual dhe në fund edhe nuk I përkrajnë amandamentet kushtetuese për zgjedhjen drejt për drejt të presidentit apo të presidentit. Seanca I bie që janë dy kandidatë ashtu. Si ka mundësi që do të merrni pjesë në seancë, janë dy kandidatë dhe ju nuk e dini cili është kandidati I dytë përveç Vllau Venucës. Seanca edhe mund të thirrët për në shërbim edhe në funksion të gjetjes së zgjidhjes. Në fund të fundit deputetët mund të japin nënshkrime edhe gjatë seancës. As më tepër në këto rrethona e të kohës së shkurtër deri në orën 12 deri në mesnatë për të zgjedhur presidentin apo presidenten. Në bazë të gjykimit të gjykatës kushtetuese nuk mund të fillojë procedura me një kandidat. Duhen së paku 2 kandidatë. Por nuk është çështja e përmbushjes, formale të procedurës. Ne kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë. Ne duam ta bëjmë pjesë reale opozitën të këtij procesi zgjedhor, të zgjedhjes së presidentit në frymë të kushtetutës, në frymë të gjykimit dhe për të Unë nuk mund ta konfirmoj këtë gjë, e marrim vesh shumë shpejt, por përsëris. Ne kemi edhe kohë, edhe nënshkrime, edhe gatishmëri, edhe dialog e diskutime opozitës, dy partive më të mëdha opozitare për të zgjedhur presidentin apo presidentin e Republikës. Le të punojmë edhe në këto pak orë që kanë mbetur e le të shpresojmë që vendit I japim një president brenda afatit të përcaktuar, siç e thot kushtetuta paragrafi 2 në 86. Zgjedhjet nuk mund të shpallën nesër, domthonë ky është interpretim I paqenë I pabazuar kushtetues, por ky është debat tjetër që mund ta bëjmë nga nesër në tutje. Ne sonte po punojmë, po angazhohemi e po ftojmë deputetë opozitës për të përmbushur përgjegjësinë tonë si deputet dhe për të përmbushur funksionin që ka Kuvendi I Kosovës për të zgjedhur presidentin e Republikës dhe për të shmangur zgjedhjet e parakohshme. Dhe mbetet opozitës natyrisht të sillet në përgjegjësinë e deputetëve në interes të përgjithshëm dhe siç e thot, siç e ka thënë disa herë gjykata kushtetuese, në interesin më të mirë të Republikës së qytetarëve për të dhënë institucione kushtetuese dhe funksionale natyrisht. Nuk mund ta konfirmoj, ato e marrin vesh. Unë I ftoj deputetët e opozitës për të bërë pjesë të procesit, për të bërë propozime. Nuk është të thënë që të kemi vetëm 2 kandidatë. 2 do të jenë minimalisht. Mund të kemi 3-4 kandidatë. Prandaj unë e ftoj opozitën, deputetët e tyre që në këto kohë që kanë mbetur të bëjnë propozimet e tyre për president. Si e shohin ata presidentin e Republikës? Unë sinqerisht domethënë nuk e kam informacionin që është proceduar kandidatura e dytë. Do sinqerisht, por ama jemi të gatshëm për të ndihmuar opozitës. Jemi të gatshëm për të ndihmuar për asa sa ka nevojë, por duhet të kemi vullnet. Duhet të kemi vullnet për të bërë zgjedhjen e presidentit apo të presidentes së Republikës. Tash, për seancën tjetër, po I ftoni
prapë disa minuta para se të seancë, në anën tjetër po hezitoni të tregoni kundër kandidatit. Si do t'i bëjnë opozitën që të vinë në seancë për të votuar, apo është vetëm e destinuar për të dështuar? Sjellja e opozitës për amandamentet kushtetuese e shpjegon më së miri qëndrimin e tyre. Kryetari i partisë, në rastin konkret i Lidhjes Demokratike të Kosovës, doli dhe tha që ne i mbështesim amendamentin. Edhe do t'i votojmë. Po, më njëherë dolën 2 deputetë, morën fjalën dhe dhanë argumentet ose kundërshtimet më të ashpra për këto amendamente. Dhe thanë që është absurde dhe thanë tërhiqni. Pa çka se nuk i kishin propozuar ne, por i kishin propozuar presidenti i Republikës. Në anën tjetër e dëgjuam zotin Hamza duke thënë që paremi jemi, por e dëgjuam kritikën tjetër të deputetit të grupit parlamentar të PDK-s. E shihni domethënë, këta për qytetarët dhe për diskurs publik në fund krejtësisht manipuluese, dole thonë që ne jemi për amendamentin, ndërkohë që kritikën e ashme ja bën amendamenteve. Edhe pa bazuar madje. A ishte pyetja që duhet të bëjmë? Pyetja që duhet të bëjmë. Nga Mitrovicave, jo kur dihet që deputetët e listës sërbe jetojnë në Mitrovicën e Veriut. Ne nuk e kemi, shko, amendamentet nuk janë propozimi yni. Amendamentet kanë ardhur sot pas ditën nga presidenti i Republikës. Natyrisht në që jemi në rrethona specifike, në një kontekst për të zgjedhur president apo presidentin e Republikës. Në funksion të saj, edhe shtirë seanca e sotme për t'i shqyrtuar dhe për t'i miratuar ato amendamente, për t'i shërbyer këtij ngërshi, për ta tejkaluar këtë ngërsh dhe për t'i dhënë një mundësi zgjedhjes së presidentit apo presidentes nëpërmjet votës së drejt për drejtë të qytetarëve. Dhe ne nuk kemi për detyrë të garantojmë pjesëmarrjen individuale të deputetëve e asë distancën e tyre nga Kuvendi i Kosovës. Por ama po them, kryetari i LDK-s tha që ne i mbështesim e do t'i votojmë, ndërkohë që ne po kritikën e zonës Bajrami dhe zotit Zemaj. Në emër të cilës LDK flet zoti Abdigjiku. A flet edhe në emër të këtyre 2 deputetëve? A ishin edhe votat të këtyre 2 deputetëve? Në anën tjetër zoti Hamza thani që ne i mbështesim parem, ndërkohë që dëgjuam kritikën e zotit Gruda. Këta nuk janë për zgjidhje. Janë për deklarata publike në një drejtim tjetër, ndërkohë që janë me veprime janë në drejtim të kundërt. Janë për të pa. Nuk mund të asnjë deputet i Kuvendit të Kosovës nuk mund të arsyetohet sot për vonesa e për njoftim të vonshëm, sepse ne gjithë dimë që dita 5 është dita e 30, jo, po është dita e 30. Sot deputetët e Kosovës duhet të jenë në dispozicion për të përmbushur përgjegjësinë e tyre dhe funksionin e tyre. Është një nga përgjegjësitë maksimale do të janë. Një herë në 5 vite Kuvendi i Kosovës zgjedh president. Dhe ata sot po thonë që nuk qëndrojnë dot deri vonë ose nuk i kemi marrë materiale, informacionet me kohë etj. Prandaj nuk mund të justifikohen. Ata dhe mund ta përdorin këtë gjë për ta justifikuar pozicionin e tyre kundër. Por ama apo përsëris, opozita nuk jep propozime, nuk jep nënshkrime, nuk pajtohet për kandidat konsensual dhe është kundër amendamenteve kushtetuese. Ju falenderoj.